Edhe pse për shumë vite u mendua se kultivimi i duhanit po shkonte drejt zhdukjes, në zonën e Belçit kjo traditë po rikthehet. Gjithnjë më shumë fermerë po mbjellin tokat e tyre me duhan, të nxitur nga kërkesa në rritje. Fermerët thonë se tregu është i sigurt, ndërsa pjesa më e madhe përfundon në eksport, kryesisht në vendet europiane. Endri Tabaku është rikthyer në fshatin e tij pas disa vitesh emigracion në Greqi, pasi përvoja e fituar në kultivimin e duhanit e bindi të investojë në tokat e familjes. Mas çmimit, mas fitimit, është më mirë kjo. Sa të mielës gjëra tjera, për shembull grurin këto. Treg me 6.000 lekë. Jo, e merr firma greke. Domethënë është e sigurt. Kultivimi i duhanit kërkon shumë punë dhe përkushtim gjatë gjithë sezonit, por fermerët thonë se sakrifica shpërblehet. Mielin e boj me punëtor. Se kështu vjelin vet, që në 3-4, deri në 9-10 se fillon vapa. A domethënë mielja deri në vjelje. Edhe fermeri Nderim Haka kultivon duhan prej 30 vitesh. Ai thotë se kjo kulturë ka qenë burimi kryesor i të ardhurave për familjen e tij. Megjithatë, sfida më e madhe gjatë sezonit të vjeljes është mungesa e fuqisë punëtore. Po për momentin kemi pas dhe më shumë, por tani për si vjet kemi 7 lyp. Shumë e vështirë. Një vit punë, duke filluar që ke farishtet, me kultivimin e farishteve që në janar, shkurt, është mundimi i madh. Fuqia punëtore, transporti, sistemi vaditjes. Po duhet përmirësuar, s'ka sistem vaditje. Është në vështirësi të madhe. Kultivimi dhe tregëtimi i duhanit është një traditë e hershme në zonën e Dumres në qarkun e Elbasanit. Çdo vit prodhohen rreth 50 ton duhan, i cili eksportohet kryesisht drejt tregjeve europiane, duke u kthyer në një burim të rëndësishëm të ardhurash për 10 familje fermere.